do ta nis pak. Unë e quaj veten të rinë mosh ende dhe duke qenë që këtu fol për eksperiencën personale, patjetër edhe unë si dy djemtë e Partisë Demokratike kam nisur karrierën PD që nga Vinovili duke ngjit posterat deri sot që jam sekretari i asaj partie si produkt i votës. Dhe kam mundur një nga ish kryetarët e PD-s të nderuarin Tritan Shehu me votë, me garë, ballë për ballë brenda Partisë Demokratike. Për sa i takon foltoreve, edhe pse jam i ri në moshë, me të thënë drejtën që këto foltorët janë bërë çik i vjetër. Se ne i kemi nis pak herët që në 2017. Foltore ishin dhe ato. Dhe unë personalisht me foltorët e kam mbyllur në 2021-shin. Ajo për mua ka qenë foltorja e fundit. Ajo e Berishës. Ajo e Berishës. Pra, angazhimi im në foltore. Pavarësisht se zoti Berisha i quan foltore, për mua është i vonuar për dalje në terren, sepse do them edhe disa nga 2-3 mbledhjet e fundit kryesisë çfarë kemi diskutuar për këtë gjë, por këto janë bashkëbisedime me strukturat e Partisë Demokratike dhe janë shumë të nevojshme, sidomos në situatën ku Kjo është sa i takon asaj që po bën Berisha, po kësaj që po bën Saliani? Tani çdo lëvizje që mund të dali nuk ka asnjë gjë të keqe për këtë gjë. Dhe ne në 2021-shin, lëvizja e parë nga vendimi i kryetarit asaj kohe, zotit Basha, për pezullimin dhe përjashtimin e zotit Berisha, ka qenë forumi rinor i Partisë Demokratike. Pra kemi qenë organi i parë i strukturës partisë që kemi lëvizur për të mbledhur firmat për kuvendin e 11 dhjetorit. Dhe si sekretari i forumit, kjo gjë ka ndodhur 2 ditë mbas përjashtimit të zotit Berisha, unë kam qenë në opinion i ftuar. Unë për vete nuk kam dalë për zotin Berisha, as forumi rinor. Ne kemi pas një qëllim shumë të saktë. Largimin e kryetarit Partisë Lulzim Bashës dhe shkarkimin. Po, e kishit qëllimin atëherë, dakord, e kuptoj. Çdo lëvizje që nis duhet të ketë një qëllim. Nuk e ka kjo e Salianit një qëllim? Unë ndoqja dhe ata bëjnë për mua shumë mirë që mblidhen. Jo vetëm ata, por çdo, sepse në fund ditës ata janë demokratë. Pavarësisht se ç'a mund të mendojmë ne në aspektin personal për individ caktuar brenda Partisë Demokratike, unë sot atje në atë sallë pash demokrat. Dhe këtu nuk ka absolutisht asnjë lloj gjë të keqe që demokratët të mblidhen. Por arsyeja është për çfarë mblidhen, kush është qëllimi i kësaj? Nuk e kuptove ti qëllimin. Janë diskutuar këto gjëra në kryesinë e Partisë Demokratike. Këto që u folën sot. Në 3 mbledhjet e fundit, edhe dalim dhe nga ankesat që ka struktura që është pothuajse struktura më e ulët në hierarkinë e Partisë Demokratike që janë grup seksionet dhe seksionet. Në 2 mbledhjet e fundit kryesisë PD-s diskutimi ka qenë do dalim të bëjmë analizë të thelluar mbi humbjen e Partisë Demokratike. Po kanë kaluar sa muaj kanë kaluar që në një për shkak të situatës politike dhe zhvillimeve të fundit spakut në raport me qeverinë, ne do dalim të protestojmë. Sepse të dyja Mi pra ti po thuaj që ato që janë artikuluar në takimin e sotëm të Salianit, ju i keni thënë, nuk ka në njërisi këtë po më thua. Në kryesinë e PD-s ka pas diskutime shumë më të ashpra dhe më të forta politike se sa këto që ju mund të keni dëgjuar deri të shtim. Po atëherë pra kush është synimi? Çfarë fshihet pra? Vetë kryetari i PD-s ka thënë, nëse ne vazhdojmë me këtë rrugë dhe duhet të ndryshojmë, ne zgjedhjet e tjera do përgjysmohemi. Pra a flasim këtu për situatën dhe a e njeh leadershipi PD-s situatën aktuale është thënë në mbledhjen e kryesit, pa diskutim që e mbledh. A ka nevojë PD-ja të ndryshojë? Pa diskutim që ka nevojë të ndryshojë dhe këto janë diskutuar në mbledhjen e kryesisë së Partisë Demokratike. Zoti Saliani Biles ka qenë i pari që midis analizës së kësaj ne duhet dalim protestojmë, pastaj vazhdojmë procesin e analizës, jo vetëm zoti Saliani. Po pjesa më e madhe e kryesisë kemi mbajtur këtë qendrim. Mi pra, atëherë çfarë fshihet pra në gjykimin tënd prapa kësaj lëvizje ose këtij takimi që u zhvillua sot? Tani çdo lëvizje, nëse këto gjëra janë thënë pra, nuk janë karisi. Tani po bëhen. Nëse kjo do përdoret për qëllime personale të vogla, është destinuar të dështoj me një sukses të jashtëzakonshëm në një kohë rekord shumë të shkurtër. Nëse kjo lëvizje do t'i qëndrojë parimeve për forcimin e Partisë Demokratike, sepse këtu duhet dalë dhe ke diskutimi kryetarit dhe leadershipit PD-s. Leadershipi PD-s ndryshon me votë. Pra, këtu nuk shtrohet çështja. Pra Berisha ikën me votë po thua. Të iki zoti Berisha dhe të vi një tjetër që është burr më i mirë se zoti Berisha.